keni postuar një thënie e cila thotë kështu: një prej urtakëve të Beni Umejes, kur u pyet për shkakun e rënjes së shtetit Emevit, tha: ne e ofruam armikun nga lakmia për të fituar miqësinë e tij dhe e larguam mikun duke menduar se besnikëria e tij ishte e sigurt. Atëherë na goditi tradhtia e të parit dhe humbëm besnikërinë e të dytit. Shumë interesant kjo. Kjo ndodh në njëjtën e përditshme. Shqosuna, domethënë, është një fjalë, nuk e di sa ka vërtetësi, mirë, po besoj që ka vërtetësi se historia e përsërit vetveten. Absolutisht. Kjo është edhe ka raste, domethënë, ka argumente të cilat njerëzit argumentojnë mbi një gjë të tillë. Mirë, po e ceki këtu Beni Umeje. Beni Umeje, Emevit, domethënë tani është Beni Umeje apo Emevit. Edhe është aktual, domethënë kjo Beni Umeja Emevit, janë një dinasti e cila ka udhëhequr me Islamin mbi 100 vjet. Edhe këto janë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kushëri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Beni Umeje takohen të Abdul Menafi. Këto janë Umeje ibn Abdul Shams ibn Abdul Menaf, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Hashim ibn Abdul Menaf. Domethënë këtu takohen të Abdul Menafi takohen me Beni Umeje. Beni Umeje është Uthmani radiallahu anhu. Uthmani radiallahu anhu është i fisit Beni Umeje. Pra vjen, domethënë vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e merr udhëheqsinë Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Alia, Hasani radiallahu anhu. Pastaj vjen Muawiya radiallahu anhu. Domethënë prej këtu është Muawiya, është pi Beni Umejes, është pi fisit Beni Umeje. E Muawiya radiallahu anhu e lën djalin e vet Jezidin. Jezidi e lën Muawiyan. Muawiya domethënë vdes, pastaj vjen e merr Marwan ibn Abdul Hakimi. Pas Marwan ibn Abdul Hakimi e merr Hisham ibn Abdul Malik. Jo, Abdul Malik ibn Marwan e merr. Abdul Maliki, pastaj e merr Uelidi, pastaj e merr Sulejmani, pastaj e merr Jezidi, pastaj e merr Hashimi, jo Hishami, Hishami, edhe në fund domethënë 14 rend dinasti, domethënë në udhëheqësi halifeve, muslimanëve e morin udhëheqësinë e morin Abasit. A Emevit këtë shumë. Pa më ngot ka dhe veç pak tema, domethënë kjo radhitje 14 veta dinasti, domethënë kanë pas udhëheqësi familje, domethënë udhëheqëse, edhe nuk, domethënë kur tham udhëheqëse e dikush, domethënë kufit shteti islami ka pas në Sponjë, se në kohën e Walid ibn Sulejmanit ka ardhur Tariq ibn Ziyadi, ka ardhur domethënë si miqdetar për gëzues se është lirues një pjesë e Sponjës. Edhe pasi që humbin, domethënë kur vin Abasit me një luftë azab, atje domethënë humbin betejën e Emevit, edhe fillon domethënë ajo lufta për pushtet, dhe këtu e humbin gjithë pushtetin. Edhe nuk e mbet ktheve kurrë. Abasit. Emevit. Po, vin Abasit. Jafer ibn Mansuri, Harun al-Rashidi, këto janë Abasit, janë prej familjes Abdullah ibn Abbasit. Domethënë janë prej familjes Abdullah ibn Abbasit. Për këtë kanë Abasi, domethënë pe minjës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Abbasit radhiyallahu anhu, domethënë kjo. Mirë po, shiqështaj, domethënë tash 14 kur vdes, domethënë e mbytin. Met një pasardhës i këtyre ka emrin Abdulrahman ibn Dakhil. Hisham ibn Abdul Malik ka qenë, domethënë Hisham ibn Abdul Malik ka qenë khalifi muslimanëve. E ka pas një djalë ka emrin Muawiya. Edhe që ki Muawiya një grup i vogël për Emevive pështojnë. Edhe ki Muawiya ibn Hisham e ka emrin Abdulrahman e Dakhil. Imagjino vet me një shërbëtor ik prej Damaskut në kom deri sa të mrinë në Ndelus, në Sponjë. Dhe atje e formon një pushtet edhe e formon një dinasti, dhe kjo është i cili e ka ndrejtë, domethënë Kortobën apo domethënë kalojën Andalusin, domethënë ka qenë ka vënë shtillet edhe domethënë pas këtij edhe domethënë dinastia ka mbi 300 vjet, dinastia Emevi ka xhikuar në Sponjë. E pasi që janë largu prej Damaskut, një ditë prej ditëve thuhet se janë mbledhen në Sponjë, në Kortoba. Janë mbledhen dhe kanë diskutuar familjarët e Beni Umejës se si e hupën pushtetin ku Damask. E njëri prej atyre ka thonë këtë fjalë. Se ne kemi hupën duke mundu mi afruar miqtë tonë. Edhe kjo është, më element, kjo është një rregull historik të cilë shpesh herë përdoret.
Apo shpesh herë njerëzit gabojnë, se jo përdoret, po shpesh herë gabojnë. Ku e japin mundin maksimal, domethënë një armik me bu mik. Duke anashkalu mikun, duke anashkalu atë person i cili tanë në kohën, tanë imrin ka qëndruar besnik ndaj këtij. Për këtë edhe këtë kemi, domethënë rregulla sheriatike që na mësojnë këtë gjë. Se nuk mund të jetë i njëjtë asnjëherë dhe kurrënjëherë një njeri i cili, domethënë ka qelluar me ti prej fillimit, nuk mund të jetë i njëjtë me atë i cili kur është bën FOMO, kur është bën domethënë ajo i madh dhe kur i ka plu njerëzit euforia, të jetë i njëjtë. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dallu banorët e Bedrit, domethënë pjesëmarrës në luftën e Bedrit. Edhe ju ka thonë Allah xhelu ka thonë juve bëni çka doni. Allah subhanahu taala këtë gjë e vërteton në Kur'an. Thotë nuk janë të barabartë ato të cilët e pranuan Islamin para çlirimit Mekkës, me ato të cilët e pranuan Islamin pas çlirimit Mekkës. Pra edhe këtu shpesh herë çdo besoj që domethënë kjo është një mësim që duhet ta kupton çdo secili prej neve, se shpesh herë gabimin kryesor të cilët udhëhecit apo ato liderët të cilët donë më bo lidera është kjo. Se mundon armiqt t'i afrojnë nga veti, duke i shkel apo janë shkalu miqt e tyre. Në këtë kohë besnikrinë e mikut kemi hupën, se normal njeriu ka ego dhe ka konja dhe ka sy, domethënë kur ta shohë dikush i cili tankon, ka qenë armik dhe është bon ka marrë pozita dhe grada më shumë se atë i cili ke qëndruar prej fillimit, normal që fillon besnikria të bën deri me një masa. E kjo ka qenë sebebi kryesor pse kanë humbur gjithë këtë pushtet. Edhe çdo gabim i tillë, që ne mundona për shembull që e ki pati e ki e vladin tanë ti mundosh të huin, të arritish, të ngritish këtonin të shkelesh. Pastaj, çka, olla nuk më do djali. Normal është kjo. Apo shoku jot, e ki një shok, e ki një dost, mundosh ata gjithmonë ta largosh, ta shkelesh, duke mundu dikan tjetër ta bësh më shok. Normal që në ditë ka me të hikë dhe besnikëria ka me të hikë. Për këtë edhe është problem kryesor se pse kanë humb Beni Umeje, domethënë pushtetin. Edhe pse pushteti i tyre domethënë kur fole pushtet e kanë pas pinë ndeluese deri në kin gati. Domethënë gjithë këtë pushtet e kanë udhëheq.